turizmit, dy sektor të ekonomisë së vendit janë goditur në mënyrën më fatale nga narko-euro. Së pari prodhimi dhe eksportet, së dyti turizmi. Turizmi i cili vetëm për shkak të kursit të eurove është bërë 30% më i shtrejt. Po në qoftë se shton këtu çmimet, rritjen stratosferike të çmimeve të ushqimeve dhe çmimeve tjera, atër përveç dhomës hotelit që turisti e paguën sot për shkak të kursit të euros 30% në shtrejt, të gjitha tjerat e bëjnë turizmin shqiptar një turizëm të papërshtatshëm krahasuar me çmimet. Kjo ka bërë që të rinjtë shqiptar të largohen masivisht. Ju keni me shumë të drejtë, shtoni me shumë të drejtë. Sot, sipas një statistike paraprake, në Shqipëri janë të punësuar mbi 23.000 të huaj. Dhe në bërë, sigurisht, punësimi i tyre është mjaft i kushtueshëm. Po, projektet tona janë shumë të rëndësishme. Së pari, lufta me zero tolerancë ndaj karteleve të drogës dhe trafiqeve të drogës në mënyrë që kursi i këmbimit lek dhe euro të jetë normal.